Takohen shpesh dhe takimet i quajnë miqësore. Pasi takohen, shkruajnë se kanë biseduar për çështje aktuale, marrëdhëniet mes dy shtete e integrimin evropian. Por krahas këtyre, liderët e Vlenit dukshëm janë të brengosur se ambasadori i Shqipërisë Denjon Mejdani po përzihet në çështje politike të brendshme të Maqedonisë. Këtë po e thon edhe Haptazi. Por në të njëjtën ditë Mejdani takoi Ali Ahmetin, Azir Aliun dhe Bilal Kasamin. Ky i fundit tregoi se brenda Vlenit ka pasur kritika duke e parë si një përpjekje për parafrimin e tyre. Unë nuk mund të refuzoj takim me ambasadorin e një shteti, këtë rast më spaku të Shqipërisë, pa marrë parasysh rolin që në momentet të caktuara ai po mundohet ta marrë në skenën politike, të cilën ja kam thënë edhe në takim, edhe në shumë raste që ai duhet të përfaqësojë shtetin shqiptar dhe të mbrojtë të drejtat e shqiptarëve konform kushtetutës dhe mos futet në këto debate politike, partijake këtu te ne. Këto sipas Kasamit po lexohen se ambasadori në disa momente po rrëshqet në një ide partijake apo politike, që nuk do të duhet të jetë kështu. E në të njëjtën linjë është edhe Izet Mexhiti. Po ne duam Shqipërinë dhe kur qeveria e Shqipërisë është në nivelin e politikës ditore dhe mbanonën e tjetër, ne prapë duam Shqipërinë. Ndaj kësaj u kundërpërgjigj Mejdani përmes Facebookut. Ne nuk po bëjmë politikë ditore, por shtetërore. Biem dakord vetëm kur jemi në të njëjtën linjë për garantimin e të drejtave, respektimin e marrëveshjeve ndërkombëtare dhe për të ecur krah për krah drejt Evropës. Ambasada e Shqipërisë sqaroi edhe deklaratën e Kasamit, i cili tha se në takim Mejdani ka përcjell kërkesën e Ahmetit për takim. Në sqarim thuhet se kjo është bërë me kërkesë të presidentit shqiptar në prag të vizitës së tij, me qëllim që të organizohet një takim në kuvend me kryetarët e partive parlamentare shqiptare. Bëhet fjalë për një veprim krejtësisht institucional në përputhje me protokollin diplomatik dhe praktikën e zakonshme të organizimit të takimeve në nivel të lartë. Çdo interpretim tjetër që atribuon këtij procesi motive apo qëllime të ndryshme nga ato zyrtare është i pabazë. Ambasada mbetet e përkushtuar ndaj korrekcisë institucionale, transparencës dhe respektit për të gjitha palët. Qendrimet e Vlenit ndaj ambasadorit i komentuan edhe integristët. Nënkryetari i BDI-s Bujar Osmani shkroi se sulmi i koordinuar ndaj Mejdanit nga ana e shqiptarëve të preferuar të Mickovskit në qeveri erdhi në momentin që ambasadori shqiptar filloi të flasë hapur për politikat antishqiptare të kësaj qeverie. Të njëjtët njerëz që nuk pan asnjë problem kur pranuan Stojkovićin si zëvendës kryeministër, një figurë që është zgjatimi i Beogradit dhe Banjallukës, sot e kanë problem një ambasador shqiptar që nuk hesht. Edhe në raste të mëparshme, ambasadori i Shqipërisë është kritikuar nga eksponentët ose të afërt me koalicionin Vlen për mbajtje qëndrimesh në favor të opozitares BDI.